Besoj që Zelenski me gjitha kishte për qëllim të binte Trumpin që duhet paktën një garanci amerikane në një mënyrë ose në një tjetër për marrëveshje përfundimtare me Rusin, sepse nuk besoj se është çështje territorësh. Zelenski e di shumë mirë që territorët e gjithë ukrainasit e dinë që territorët janë pushtuar nga Rusia tashmë janë humbur, pra nuk ka asnjë shans për të marrë territorët, por kërkojnë të ketë në këmbim të territorëve që do japin 20% të shtetet të tyre të kenë një garanci të fortë nga Shtetet e Bashkuara në një mënyrë ose në tjetër si mund të hapin Shtetet e Bashkuara. Dhe aq më tepër që sot ndodhemi në një pikë ku kemi 3 propozime, pra zgjidhja e çështjes së luftës në Ukrainë dhe një marrëveshje përfundimtare nuk është më në nivelin teorik, po janë 3 propozime, një amerikan, një ukraino-evropian dhe një rus që është bërë nga Lavrovi sot, mos gaboj, ku të gjitha këto 3 propozime janë të ngjashëm në shumë pika, por aty ku dallojnë në pika shumë themelore mes njëra tjetrës. Dhe plani kam shtypjen që Zelenski kishte si qëllim kryesor që ta binte Unë e kuptoj Zelenskin, problemi është që takimin në Zelenski t'i dha Trumpi. Dhe gjithë ky respekt dhe gjithë kjo, po themi, ky takim kaq komunikativ, pra që ka bërë xhiron e botës ka 2 ditë që vetëm kjo është fotografia më kryesore që ose kemi edhe një herë, takimi kokë me kokë midis 2 presidentëve mbas atij takimi të tmerrshëm në sallën ovale të Shtëpisë së Bardhë. Këtë duhet një gjë shumë rehabilituese, duhet sikur ndron me 180 gradë kursin e Shtëpisë së Bardhë. Nuk është thjesht, nuk është sado që ta kërkoj Zelenski, po nuk do bosi, nuk besoj se bëhet. Sigurisht që Trump ka dhe qëllimet e tij parë për të bindur Ukrainën për të firmosur marrëveshjen e mineralëve, që është një arsye kryesore për Shtetet e Bashkuara, për ta bindur Zelenskin të lëshojë territorët, sepse duhen lëshuar edhe në mënyrë zyrtare, pra është gjë tjetër kur thuhet të lëshojnë në mënyrë praktike dhe gjë tjetër kur lëshon në mënyrë zyrtare në këtë rast. Dhe ishte një takim, me thonë që ishte i përgatitur, pra nuk se ishte tërësisht i pa përgatitur në këtë pikë.